Okej, pas kem një video. Unë s'jam ngjarje për çfarë është kjo video. Veç me kajt, me bu me mbu, e keni me pa tani. Hajde, është një video, ta shohim të gjithë bashkë s'jam ngjarje çfarë. Shkojmë? Valon, kom thirë me pyet vetëm për çka ki nevojë, se e di që ti je krye familjar, ke punon, vetë me mbajt familjen, po e kështu, a di si fund vit tash ta pyes Valonin, për çka ka nevojë Valoni? Le jetën në Kosovë, tregon për çka ka nevojë Valoni, po du m'ja plotsu. Valon, kom thirë me pyet vetëm për çka ki nevojë, se e di që Korabi është me mu në studio. Ti ke emrin e vllau. Korab, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Dita. Ajo video? Videoja në fjallë është mami jam. Mami jam qysh 5 vite ka qenë me kancer. Çdo ditë u shu me emisionin të radar. Kur kanë të fshi, kur kanë të bu ushqimin shpe, u kanë me emisionin tën. Thjesht më ka interesu pse e shikon. Nuk e kom këqyrë për 5 vite, unë e ka këqyrë veç mami jam. Tani kur vdesh mami jam, fillova me këqyron edhe kuptova pse prej me ka këqyrë radarin. Thjesht që 3 vite unë gjej pozitivitet në radar. Gjithmonë kom dash mu kyq me telefonata, s'kom arrit, po arrita se të më ardhë në studio. Çfarë djali pas kalon nona? Mrekulli. Okej, po ta lexoj letrën. E dashur Edita. E dashur Edita, sot ndjej nevojën të them një falënderim të madh nga zemra. Për 5 vite me radhë ke qenë pjesë e përditshmërisë sonë, një za, një forcë, një frymëzim që ka mbritur deri në shtëpinë tonë. Përmes ekranit, ndoshta për ty ka qenë thjesht punë, asnjëherë nuk është thjesht punë, por për ne ka qenë shumë ma tepër. Nana ime gjatë betejës së saj me kancerin, është zgju çdo mëngjes me emisionin radar, të ka ndjek me vëmendje, të ka dëgju, edhe kur pastron të shtëpinë apo gatuante. Ti ke qenë drita asaj e vogël, e përditshme, arsyeja për të buzëqeshur, për të mos u dorëzu. Faleminderit që përmes fjalës tënde, ndjeshmërisë dhe humanitetit, ke prekur zemrat e atë shumë grave, je bo shtyll frymëzimi dhe shembull për çdo grua që lufton me smundjen, me jetën, me vështirësitë, për çdo grua që ka nevojë të ndjejë se nuk është vetëm. Faleminderit që ekziston, që ndon shpirtin tënd. Që ndon shpirtin tënd me të tjerët dhe që ke qenë motiv për nënën time dhe për shumë të tjera. Më shumë dashuri dhe mirënjohje, Korabi. Më vjen shumë keq që kemi humbë një ushtare besnike. Unë e kisha dash me nda kohën, me tregu pak pjesën e kancerit. Shembull, mami jam e kom njohë si një gru shumë të fortë. Para se me pas kancerin, e kom njohë si një heroin. Pa atë heroin edhe atë forcën e kom gjetë kur mami jam se u deksnez i ra kanceri, edhe e pash që aty nuk u dorëzu. E që kështu të ndjej rastin me ju thanë keve grave, burrave, fëmijëve, që momentin që jo e merrni vesh me smundjen e kancerit, atëherë që aty nuk është momenti i fundit që jo duni mu dorëzu, po është që aty fillimi për me jetu një jetë re, me vazhdu me pozitivitet, që shka vazhdu mami jam për 5 vite me radhë, mos munare asnjëherë. Unë me të vërtetë ndaj përdit shpirtin në radar, se e kam shumë të rëndësishëm në jetë këtë 2 orësh. Ka mas shumë ti njerëz botë se që ka se cili, miqtë mi.
Por çka më gëzon mas shumë, ti e kemi edhe një dëgjues që ka pas rastin e njëjtë, i ka ndru jetë baba, e vazhdon ai ta dëgjoj radion sot, dhe unë besoj që për te kamerave atje të valë tona ka shumë raste të njëjta. Korab, ne e marrim si obligim dëgjuesin ton, ushtarin ton, duhet kujdesemi për të flasim për të, t'ja dëgjojmë hallet. Të mos publikojmë gjithçka që dim për ta, t'ju ruajmë privatësinë, pra jemi një familje, kështu konsiderona edhe të njëjtë. Ju konsideroj ashtu, tonë si familjen tam pjesë e jam ja. Shumë faleminderit, e vlerësoj Kjo shumë. është më e vogla, më e pakta që më janë bëvot Kudo faktën të për ty. qoftë nana, bëv dritë, e ti e bëfsh shumë krenare. Deshta me falendëru edhe një person që më ka drejtu më artë jo këto, është Vesa, të një mirë Vesën. Vesa Gjikadreu. Dhe më thanë, Vesa më ka drejtu më artë te, shkaku pse më ka drejtu më artë te është shkaku që ajo më tha që e vetmja edita është që nuk e kesh përdor një histori për me marrë views, është e vetmja edita që ndjen mall bashkë me ty, edhe të vlerëson për personin që je. Shumë faleminderit që ekziston. Desha me thënë edhe diçka që ku shkuam i marrë lulet sot, i tregova për rastin ku jem të ardhë, edhe ajo që mi paketoj lulet tha ti kishëm pas edhe një si edita, Kosova i shkon shumë ndryshe. Dhe me thënë nuk jam veçon që të vlerësat, vlerësojnë një Kosovë, edhe për te Kosovës, pse jo. E vlerësoj shumë. Faleminderit.